Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na pra tham që fillim këtij Ramazanit, hemen e pra se shkoj 1/3, kena me fol tash për punët e namazit. Pse se namazi është seni i parë, shka ka me na morë në pyetja Allahu Dhul Gjelal për ta. Sot inshallah do të folmi për një punë tjetër shka shpesh herë ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është që muslimani në namazin e vet nuk duhet më u bë i njëjtë sikur kafsha, apo sikur hajvanati, apo sikur shpendja, apo sikur dikush tjetër. Pse? Se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po thot وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, na thot e fisnikërum, apo e ngritëm, apo i dham të mira kujna djalit të Ademit, njerëzve, me fjalë tjera. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, edhe Allahu Dhul Gjelal na ka bo neve që me hecë, na për sipërfaqen e tokës, po edhe na për det. Pse njeri nuk është kulisi, e mirë, çdo rritë, çdo kalbi, çdo bitisët, pa e ke pa. Sot është këtu, nesër Gjermani, mas nesër në Amerikë, mas jetër në qabe, hecë, në thot, na për dunja njeri. Po, kur të hecë na për tokën e Allahut, edhe hecë na për ujnë e Allahut Dhul Gjelal. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, edhe Allahu Dhul Gjelal na ka furnizu neve pi të mirave të veta, na ka furnizu. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, edhe kena bo ma të heshëm pi shumë krijesave çka Allahu Dhul Gjelal ka bon si përpaqen e tokës. E keni pa Allahu Dhul Gjelal na ka dhonë kam për me hecë, na ka dhonë dur për me hangër, na ka thonë këtë bukurit të cilën të thot e kemi, të thot dohet mi dalë Allahu Dhul Gjelal për para, pse nuk na ka bon për shembull sikur hajvanat me hecë me 4 kam, ose me kullot, ose do thot gjona tjera të cilat i kanë hajvanati. Po na ka dallu Allahu Dhul Gjelal. Për këtë arsye Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka thonë لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, na e kemi kriju pra njeriun në formën më të bukur. Formën më të bukur. Për këtë arsye, pra njeriu e ka për obligim, kur ta madhnon Allahu Dhul Gjelal, me madhnue në formën më të bukur. Ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalatha. Këtë hadith pra, po e ban transmetim Abdurrahman ibn Shibl. Thot, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi 3 seneve, ku t'jena namaz. Cila është ajo? An nakratil gurab. Një ditë do thot folëm na. Nakratil gurab, shka i vjen, sikur ai gurab, ajo sorra, kur e vell një sen, kur e han një sen, ja, kur e bëshef një sen, e para. Wa në fershët i sëba, edhe mos mështërin, do thot në namazin e juj, si kur shka shtërihen hajvanati. Wa në jutin e rëgjull me kane ledhi ju salli fi, fema jutin ul bejr. Ose mos ta zen venin e vet, si kur shka e zen venin e vet devja. Devja, por, e pas ka tradit, ku ta lidhsh ajo që ati ma mësu me shkue. E muslimani dhe thot nuk ashtë i tilë, për shembull, ashtë xhamia e shprast, ku ashtë e shprast që ati shkon e mush. Jo për shembull xhamia a mush, ti masën e marrë të shpina, shloma se ki veni ashtë e emi. Jo, kjo xhamia nuk ashtë e kërkujna, kjo xhamia ashtë e jona kredi. Kush vjen i pari, a e ka fadli. A jo ti masën e me shku edhe
me largu për vendit. Këta e ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse ti vjen, edhe muslimanët kanë qef me të respektu, me të nderu, ku të shofin, a e fakt largohet vetë, ti ulish për shembull për para atje, ajo s'ka të dertë, apëton. Ama mi thonë dikujna shloma se kja në ven jem, në gjami s'ka qështu. Po në gjami qësh ashtë, kur të vish, ku ashtë e lirë që ati falish. Jo, me thonë që kja është e ven jem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu këta. Po ashtu është hadithi të cilin e transmeton Ebu Hurajra, për Ebu Hurajra pra djenë gjuma, folëm se çfarë muhadithi fort dhe thot akonën, thot e këmë dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, ya'midu ahadukum fi salati fe yabruku kama yabruku al-jamal. Thot disa njerëzi në namazin e juaj nuk do të më bëhen sikur shka bëhen devet. Po ashtu ka ardhur hadithin tjerën të transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili ka thonë bi thalathit wa nahana an thalatha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhnu me 3 gjona edhe na ka ndalu prej 3 gjonave. Për ata që ka urdhnu e ka thonë emereni bi rekatej duha. Ka urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mi fal 2 rekate duhajës. Namazi duhajës shumë pak njerëz e praktikojnë të na. Pas ka urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka kjo? Mi fal do të 2 rekate masi të lind dielli, edhe para se me ardh dreka. Që kjo është namazi duhajës. Mas pak janë 2, po mbunës me shtuti 2, mi fal 4, mi fal 6, mi fal 8, nuk prish punë. Ama 2 do të thotë, ko kanë sunet për sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu yawmil al-witr, edhe secilën natë me përfundue natën me çka? Me namaz të vitrit. Na e fal në yatsin. Mas yatsis fal sa sunet, mas sa sunet e fal në ka vitrin. Thot vitri është pjesa e fundit e namazit natës. Wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr. Edhe me agjinue 3 ditë se cilit muj, 3 ditë e bardha. Mujnë e 13, 14, 15. Kura hana do thot e plot, është do thot sunet, pi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me agjinu. Në secilin muj hanor, do thot nuk ka veç në Ramazan, po edhe mas Ramazanit. A janë ditë e bardha, po është sunet me agjinu. Wa nahani an nakrati ka nakri dik. Edhe na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bëhen sejdën sikur shka e ban knusi. A ke po? Knusi do thot qysh han, do thot na zban që shtu me bëhen sejdën shpejt e shpejt. Po na dje e përmendëm, do thot ku ta ban sejdën shka, ma pëshu pak në sejdë ati. Kur të ndrijesh për sejdë shka, me pëshue. Kur shkojsh, do thot në ruku, me pëshue. Qështu nga kam su kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E shpjegum dhe tha këtë dje. Wa ka bil kalb. Edhe do thot me u shtrinjë su kush ka shtrinjët qeni, apo ku të bjen qeni asi puzet që shqithojnë, do thot mi mledhen këto gjymtyrt edhe kamp mi mledhen mi bo ketë bashk. Ja, nuk ban do thot që ashtu me bo. Po kur të bish sejde, zhanohu pak, me di që e njëri, jo do thot qenë. O iltifat, ke iltifat i thalem. Edhe mu këthi, si kur shka këthihet dhelna. A i keni pa dhelna, hec pak, tak këshir. Do thot e kontrolon terenin. E dikush për shumë hinë namaz, kur të hinë namaz, ose këshir natë, ose këshir, do thot, në vende shka nuk janë të parapome për me këshirë. Do thot, kur të hishti në namaz, ke dalë për para Allahu dhul gjelal. Edhe Allahu është për para teje, për deri sa ti nuk e këthen kryet. Si ta këthesh kryet i gjatë, ose ke këthi kryet shmajt, Allahu më nuk ka të këshirë. E na do të më konë për atinve, shka do thot, kije, që shme thonë,
një frikë respekt dhe Allahu dhul xhelal në namazin tanë. Apo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kunna nusalli khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam فسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل. Thot u falem na mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe disa kur kanë dhënë selam e kanë ngrit durt kështu, aftë. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka puna juve disa çka pi ngritni durt aftë, sikur çka i ngritin hyjvanat bishtat. A nuk ju mjafton juve që mi pas durt e pushume edhe me thonë assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Shpedi do shta da dikujnë e ka ra puna vakim me pa në qabe kur vinë për shembull haxhilerët e Iranit, të cilat janë mezhebi shia, e kanë ato tradit mi ngrit durt, nuk ja për selam hiç, po veç i ngritin durt, si qallëm hesapi, ja, po përshëndetje, pra njëherë ka ona e gjatë, pas e përshëndet ka ona e shmajt, që shna suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe hadithe tjera të cilat folin se qysh nuk ban mi u përgaje kafshëve në namazin tonë, pse se jetë e boni punë të shenjtë. Qaqë shumë ashtë e shenjtë kjo punë, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë muezinit vetë, Bilalit, e rihna bis salati ja Bilal, o Bilal, që të salla neve me namaz. Dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka hinë namaz, ashtë qetësu. Dhe thotë jo, suko na shka e kina sot, a e bitista me qëtë punë shka e kina, dhe me ke e logaritna si obligim dhe me ke si më stabitish, nuk bash, ja, nuk ka puna me bitis, puna më kënasti të namazi. E kapi djetarëve që ka kalzojnë, më ka dasht 14 vjetë me mësu që me kuptu se namazi ka kënasi. A din se na ndoshta ka njëherë kur falmi, nuk e një atë kënasi në namaz. Ama Allahu dhul xhelal është qaj shka e bjen kënasinë në për shpirtat tonë, që më kënash këtë falësh namazin, ose mos më bara hati që a i ke falë, hala se ke falë. Për këtë arsye pra janë disa faza që duhet me i kuptue, do thot muslimani në atë namazin e vetë. Faza e parë shka është të vëzër? Faza e parë është faza e sinceritetit. Do thot duhet më konë na shumë sinqert me namazin tonë. Faza e dytë çka është? Faza e niyetit. Do thotë për baj nijet me falë këtë namaz për ka? Për hir të Allahu dhul xhelal. Do thotë nuk mundesh me falë të namaz për danisen tjetër. Masani çka është? Faza e ihsanit. Kjo faza e ihsanit, që ka dhe me thonë, e këna spiku shpesher në hadithin e Gjibrilit, që ka kartë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kër e ka vetë se çka është imani, çka është islami, edhe i ka vetë për shenjat e kiametit, e masene një për pyetjeve ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka të zonë të mua çka është ihsani. E i ka thonë, ihsani është en ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ka thonë mi bon ibadet Allahu dhul xhelal si kurse ashtu të pa Allahu dhul xhelal. Po nëse nuk e sheftja Allahu ndije që Allahu të pa tyje. Do thotë ti ke hin namaz, nuk ka nevojë do thotë për kamera. Jo, se Allahu të pa tyje. Edhe do thotë çka, më kanë do thotë i bindur se Allahu ashtu të këshirë tyje. Ajo ke hin namaz, bam shpull. Ngoc ata, prek ata, keshë, ose do thot ban gjeste palidit, sikur shka bojnë për shembull do rinia jona, këto. Ose ka hin namaz, këto burri Allahit, ja nis mu keshë, këto. Po shka ki mu keshti, do thot ke dalë për Allahu xhelal. Nuk do thot me bon gjeste të cilat
nuk I ka hije një muslimanit. Pse? Për atë arsye se Allahu Dhul Gjelal kur ta ban nasib me falë ti namazin, dije që dhuntijen më të madhe çka e ka Allahu Dhul Gjelal ta ka dhënë tyje. Dhunti më të madhe çka është kur Allahu Dhul Gjelal ta përgatit zemrën tonë që ti Allahit mirat seshte. Kjo është dhuntia më e madhe. Thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an: "Yamunnuna alejke an aslamu, kul la tamunnu aleje islamakum, belillahu yamunnu alejkum an hadakum lil iman, in kuntum sadikin." Disa njerëzi shpresojnë mu falë, ama s'mujnë mu falë. Shpresojnë më nënshtru Allahu Dhul Gjelal, po s'mujnë më nënshtru. Po kush ju nënshtruhet që atina shka Allahu Dhul Gjelal ja ka fut zemrën për më nënshtru Allahu. Dhe thot ti atë shku mu falë, po dije që Allah ja të dash tyje. Allahu Dhul Gjelal ta ka pregadit tyje zemrën për mirati në sejtë atina. Jo se cilit Allahu Dhul Gjelal ja ban nasib këtë mirësi. Sot o dhezën, dunjaja I ka 8 miliard. 8 miliard. Pjatin me 8 miliardve, a janë këtë musliman? Ja, 1 miliard e gjysë janë musliman. Po 1 miliard e gjysë muslimanëve, pjatinve 1 miliard e gjysë muslimanëve, a falën në krejt? Ja, s'falën. Do thot, me bo mi logaritë a falën, a janë 5% që I falën, apo nuk janë. Emna t'i kanë Hasan Hisen, ama do thot, Allahut e nështrohet, e shumë pak. Do thot, na e vrejnë këta, do thot, elhamdulillah, Allah I banë rahmet, do shta për Bajram vinë shumica e muslimanëve, edhe I binë Allah I Dhul Gjelal seshtë, po nuk ka veç Bajrami. Do thot, që të ndit ashtë, 5 herë ndit mira Allahu Dhul Gjelal. E ty Allahu Dhul Gjelal ta ka bo nasib, ty janë të dashtë. Dije që Allahi ta ka qelë ti zemrën, edhe atë dashtë që ti jeti ranë seshtë Allahu Dhul Gjelal. A për nimeteve më të mëdha është Allahu Dhul Gjelal me dashtë. Pejgamberi të Allahut kapitin me plot që Allahu Dhul Gjelal I ka përmen që kanë bon dua që o Zot banë mu edhe pasarësit e mi për atën e shka ty jetë bina në seshde. E miratë seshde Allahu Dhul Gjelal a shumë një mirësi e madhe. Na frikë një ditë ka gjumë për Ismailin a.s. Shka për thot? Rabi gjalni mukime salati wa min dhurrijeti. O Zot, banë mu e pjatin në shka e fali namazin, po edhe dhurrijetin të më banë e pjatinve. Dhe thot dua, shka ka bo, dhe thot lutje Allahu Dhul Gjelal. Edhe na pro do të me bon vazhdimisht dua, me thonë, o Zot, banë be pjatin në shka fali namaz, po edhe e vlatë e mi banë e pjatinve. Dhe thot, nuk ashtë forca, po është hidajeti I Allahu Dhul Gjelal çka të shtin mira Allahu të seshde. Se më paskonën ilmi, dikush mund më thonë, që a I ka mësue për ata sy dhe thot I bjenë seshde Allahu Dhul Gjelal. Nuk ka qështu. Mësu si ma I mira konë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po migja e tina ka vdekë si qafir. Pse s'ja kalon këtu? Për shka s'ja kalon, për ata sy se s'ka dashtë Allahu Dhul Gjelal mi a qenë zemrën. Ama Abbasit, mi gjës qetër, për shumë Allahu Dhul Gjelal, ja ka qelë zemrën edhe akon prej muslimanëve. Dhe thot që ka donë Allahu Dhul Gjelal me ullzu e ullzon, ama ka nuk donë badjava, mi ka dzuti sa dush, a përtan, mi apro mësusin matë madhë dënjojës, së një alen atina vi. Për shka së një alen, për atë asyë se Allahu s'po donë mi a qelë zemrën. E kur ta qelë ti Allahu I zemrën për mira, në seshde Allahi dhije që Allahi atë dashtë ty e shumë. A ju kujtohet, një vjetë pa të më kalëzuhe të ders për luftën e Hendekit. E kanë qelë do thot një Hendek të madhë në Medinë ati, edhe të qelat Hendekin, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë kënu një kasidë, tama një poezi, apo një vjersh, apo një strofë. Pse? Se njeri kër e ka ma zortit, a I ke pa që të rekënan, pi zorit, jo pi qefit. Edhe ato kanë thonë, leula Allahu me htedejna, wala sumna, wala sallejda.
Do thot, kjo është poezi për në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shka kanë kënu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shka dhe me thonë, sikur mos t'i shkon Allahi, sikur mos t'i shkon Allahu, mas alena. Do thot, s'kish me bona namaz, pa Allahu dhul gjilal në ka shtije me bona namaz, edhe Allahu në ka shtije, do thot, me agjinu. Për këtë arsye pra, ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili e falë për vakt namazit, e agjinon muajin e Ramazanit, që i ka me hinë xhenet. Do thot, ti do thot ja ke dhënë vetit garanci për me hinë xhenetin e Allahut dhul xhelal. Po thot Allahu dhul xhelal në surën Hujurat. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Pa Allahu dhul xhelal është ai i cili e ka zbukuru imanin në zemrat e juaja. Wa karraha ilaykum al-kufr wal-fusuqa wal-isyan. Edhe e ka mjell te ju çka urrëtjen, e kufrit, edhe gjunohit, edhe të thot gabimit. Ulaike humur rashidun. E keni pa vëllezër. Për shembull, e shetin televiziv. E ka gjek Kur'anin, të gjek Kur'anin, apëton, ti kur e shef ata me shpirt e urrejn. Apëton. E qëtë urrejtin shka e kite zemra jote, kur e për shef dhe një kanë Facebook, ja, TikTok, ja, ku e diju në ku, a i të bon hajgare me Kur'anin të gjek, ti them zemra, e që kjo të di se është për imanit. Allah i të ka mirë këtë imanit në zemrën tonë. Ose qka është da një gjuna. Apëton, për më bo, edhe të s'ki qef me ba gjunaj. Blet vjen shumë marrë me të pa da një kush të bo qatë gjuna. është për imanit. Apëton, dhe thot, të ka mirë Allahi imanin në zemrën tonë. Dhe thot, që do njerëzi, janë njerëzit të cilët janë të udhëzuar inshallah Allahu dhul xhelal na ban pitëve. Ama ai që nuk ka kufër hiç, nuk ka iman në zemrën e vetë. Kur e sheh për shembull çata, be mirë pas kanë bë. Ose e komenton bile hala më shumë, pak bile doni me gjumë raket ose jo me xhek ose ku e di çka, kupton. Ose dani kush ka e urrën dikan. Është burrim mirë, është musliman i mirë, ai munohet me bën jo shpion, ja, munohet me bën atrathar, ja, me bën tani se këtë mirat e dunjojës i ka, a i folë keq për ta. Pse? Pse kufër ka të zemra vete. Sot apëtër, e këshirësha Facebookit ati, edhe e pash doktor Shefqetin. Këtë Kosovën me kontrolu, burë matë mirë së në gjanë, apëtër. Ma alimi, pi këtë vashtë, apëtër. Non stop për mi libra, për mi qitabe, apëtër. Allah e shpërbefte e ashtë oftimëve. Kur e këshiri ati komentet ati, kja është shpion i Serbijës, kja është Otbash, kja është, do thot, hajnë, kja është, ku e di në shka. E kush i shkruan këto sene? I shkruan qaj shka ka kufër të zemra vete. E ka kufrin, ama qaj shka e ka imanit, nuk shkruan qa si gjama. Për këtë arsye, ti do është që do shkriju. Ajë nëse të rejnë ty e badjava ti e kje. Pse se e ka zemrën e vetë të moshta me kufër. Ama, kur t'jesht i burri mirë, Allahu dhul xhelal i qanë burrat e mirë me folë mirë për tyje, me folë fjallën e hajrit dhe fjallën e mirë, inshallah Allahu dhul xhelal në banë për të mirëve. Edhe ta Allahu dhul xhelal inshallah i ratë mirë. Se për insant, nuk ka gale, shka dojnë le të folit, Allah i dinë këtë punë mas miti, se na logarin këna me dhanë për para Allahu dhul xhelal. Por, nuk dojnë me harru edhe dishka tjetër. Faza e shkajt, faza e taksirit, i thojnë arabisht. Taksirit, shka dhe me thonë, kur së ne ban komplet një sen, një punë, së ne ban. Na hina mu falë, tu falë, kina harru, a i na dreqatit e treta, apo dreqatit e katër. Ajo shpeshet na ban puna vaki. Këto në gjami, dhe shtam kini pa, mua pëtën. Dikush pa për kujton, si jetë tret në dreqatit për jetë në katërt. Ose do të me kënu nda një sen, ti përmen që di qatë faqën, nuk të më teket, ko qitë është elhami, elhamdullahi rabbil alimin, që shkeve më tani,
Edhe së të mteket. Po, pse nuk të mteket? A ti përmen që ki? Ha? Për shka nuk të mteket? Pra të arsye se përdonë Allahu dhul gjelal me të kallëzue se ti nuk je i kompletu. Ha? Dhe thot je njërë shka harrar. Je njërë shka kje në kësa ndëqë. E pra të arsye dhe thot ndodhin këto qona namaz. Ha? Shka ke dalë për para Allahu dhul gjelal, ani dhe thot ja harrar, ja së të mteket, ja për shka mës me të rogë tije qalëmi. Ha? Këshireu në sami lezojë, në zbaj ka bim hiqë, e pëtën. Për shka? Se njeri vetin ka të njerë e merë mësysh. E për mësë me mërë mësysh, Allahu dhul gjelal ta ngrejnë me në pak për një sekundë, cëk, për shka që mësë me të hije vetja në begini, e pëtën. Ama qaj i cili falet, edhe e din se e ka bon dalash, edhe s'ka qef me bon se visejtë, ose me përmisu namazin e vetë se njerëzit janë të pa, e ka dalash. Se ti s'falesh për njerëzit, po falesh për ka, për Allahun dhul gjelal. E ti ku të mteket që i ke bod dalash, po marë parasysh sa janë. A janë 20 veta, 50 veta, 1000 veta, jo dush me bon se visejtë, me plëcu e namazin tanë si e dhe bon për hita Allahun dhul gjelal. Ose nuk mteket, edhe ai maj lishti ta përmisan. Duhesh me vazhdu qatë përmisimin, me kompletue namazin. Spedia e ka bon për në vaki me shku mu falë në gostivarë. A i ke falë në gostivarë, para se me thonë, Allahumma ente selamu wa minke selam, të barek të dhul gjelali vë l'ikram, 3 herë thojnë, estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah. Allahumma ente selamu wa minke selam, të barek të dhul gjelali vë l'ikram. Që kjo estakfirullah, 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 ashtë për hadithit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka që ato e kanë futën që ju ka begeni, sa përën, ta futën atë qështu namazin tonë. Por, ashtë për hadithit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kur ta bash një vepër të mirë, me thonë estakfirullah. Estakfirullah, shka dhe me thonë, o Zotë, për kërkoj për ti e falje. Pse se unë e bona këtë namaz, po ndoshta s'unë e kom bon që ashtu që shqie t'i razi. Pse se nuk kena të kompletum na. E për atë arsye, pra, për namazit të unë na shkabojna, duhet me kërku falje. Se ndoshta s'unë i kina falë në qatë formën shka Allahu dhul gjelal, ashtë i knasht. Isha Allahu dhul gjelal, pra nën prej neve namazit tona. Pse se nuk ka njërë të përsas një që përfaqin e tokës. Nuk ka njërë të përsas. Ashtu që është shumë normal me gabue, po dije si edhe ku të gabosh, Allahu dhul gjelal, ato dasht me të pastru edhe me të ngritën, pse se ke dalë për para huzurit të Allahut dhul gjelal. Inshallah Allahu dhul gjelal në ban nasib që me u falë edhe më konën të mëshira dhe rahmeti Allahut dhul gjelal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.